Dua t'ju tregoj sot këtë dokument. Është një dokument i QSUT-s i publikuar në faqen zyrtare të QSUT-s, i cili kërkon donacion. Pra është shpallje kërkese për donacion. Pra QSUT-ja është duke kërkuar para nga ata që munden, nga shqiptarët, nga bizneset, nga kush dëshiron në mënyrë të tillë që pra me anë të kësaj thirrjeje QSUT dëshiron të kërkojë vëmendjen e publikut lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit dhe ofrimin e ndihmës në rritje e cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve të hospitalizuar në QSUT. Në kuadër të nevojave aktuale kërkohet si më poshtë. Pra po heqim kompjutra, printera e fotokopje, pajisje mjekësore, 15 respirator, 6 laringoskop, 6 defibrilator, 1 brakiterapi, 5 monitor pacienti me matje invazive, 5 elektrobisturi, 2 kull endoskopie plus kolonoskopi, 50 shiringa elektrike, 1 video laringoskop, 5 EKG 12 kanale, 2 EEG, 2 mikroskop kirurgjikal, 2 prova ushtrimore, 2 holter ritmi, 2 holter presioni. Vijon më tej kërkesa e QSUT-s, 1 eko imazherike, 1 autoperimeter, 1 frezë, 3 aparat anestezie, 13 barela, 1 aparat fako, 4 shtrat operator, 20 ambu, 10 inhalator, 1 eko kardiake, 1 EOS, 10 pompa infuzioni. Pra, pret QSUT-ja kontribute të qytetarëve shqiptar për të blerë këto pajisje të cilat janë në nevojë në QSUT. Pra, bëhet thirrje publike nga QSUT-ja për donacione, për ndihmë nga njerëzit. Ndërkohë, kostoja e të gjitha këtyre pajisjeve që un kam rreshtuar këtu është erdhi 3.4 milion euro. Pra, këto pajisjet që unë rendita, të cilat janë pajisje mjekësore, jetë shpëtuese, diagnostikuese për qytetarët shqiptar, për ata që smuren dhe që shkojnë në QSUT, që aktualisht janë pra pa këto pajisje, pra janë pajisje të cilat janë të nevojshme, do kishte kushtuar kaq, 3.4 milion euro. Ku shkuan këto para? Shkuan te koncerti privat i një këngëtari. Unë nuk jam kundër koncerteve. Asnjëherë, madje kam qenë vetë i pranishëm dhe pjesëmarrës në disa koncerte, por nuk jam që koncertet private të financohen nga shteti shqiptar, dhe jo pak, po 4.2 milion euro, 4 miliard lek, 3.4 milion euro do na duheshin. Tani zgjidhni vetë, këto para mirë që shkuan te koncerti, apo do ishte më mirë të shkonin te këto pajisjet, nuk i ka QSUT-ja, i kërkon donacion nga qytetarët shqiptar. Dhe ky është absurditeti më i madh që mund t'i ndodhi një vendi. Ka para për t'i çuar te koncerti privat e nuk ka para për të blerë pajisje tek qendra më e madhe universitare që Shqipëria ka.